Vetëm fillimisht duhet të bëhet qartë që këtë çka unë sot këtë moment e prezantoj është qëndrim i imi personal, si Ganimete Musliu dhe si deputete e Kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk është qëndrim i partisë, për shkak se ne nuk mbajmë mbledhje për me marrë qëndrim për letrën e Kurtit që i dërgon Lumir Abdixhikut. Po, patjetër e kemi të qartë. Sa i përket letrës që i dërgon LDK-s, që është loja e Albin Kurtit, e vazhdueshme, ai nuk mundet të ullet në tavolinë në askënd bisedoj, sepse ka shkatërruar çdo mundësi bashkëpunimi me secilin dhe për të fitu kohë bën hajgare duke shkruar letra herë të një parti, herë të partia tjetër, ka shëradhen e ka Lidhja Demokratike, mënyra se si i qaset si një servel, si një nënshtrus, flet shumë. Ndërsa sa i përket në këtë letër shkruhet VV nuk është e interesuar për koalicion me PDK-n. Dhe qëndrimi juaj, si që thatë edhe ju, jo i partisë, cili është? Që tani më tregoj se kur ka pas interesim Partia Demokratike e Kosovës që baj koalicion me VV. Partia Demokratike e Kosovës edhe këtë gjithë deputetët e Partisë Demokratike e Kosovës tashmë e kam bërë qartë që nuk pranojnë të vynë në koalicion me lëvizje dhe vendosje për asnjë çmim. Ndërsa arsyeja se Albin Kurti nuk dëshiron gjoja të bëjë koalicion me Partinë Demokratike është sepse e dim saktësisht që në Partinë Demokratike të Kosovës nuk bëhet hajgare. Aja ka frikën Partisë Demokratike të Kosovës sepse e dim që Partia Demokratike nuk ka fjalë, ka punë, ka vepra dhe Partia Demokratike nuk toleron askënd të luaj me institucionet e Kosovës, siç po bën Albin Kurti sot. Prandaj, ai e din saktësisht që në Partinë Demokratike të Kosovës nuk mund ta luaj lojën të cilën është të përballë. Ka frikë nga rezultatet e Partisë Demokratike, nga puna dhe performanca e Partisë Demokratike të Kosovës. Por dua edhe një herë ta rikonfirmoj për qytetarët e Republikës Kosovës e në tekst veçantë për votuesit e Partisë Demokratike të Kosovës se deputetët e Partisë Demokratike e kanë thënë fuqishëm e një zëri që nuk kanë vot për koalicionin me VV. Ndërkohë në fund të letrës tha sepse mos bëjmë koalicion tani me LDK, ndërkohë që tha që edhe nëse bëhen zgjedhjet e reja, prap ky koalicion do të mbet mes VV-s dhe LDK. Si e komenton këtë? Tani vetë fakti që ai fiton kohë duke shkruar letra, Albin Kurti edhe 500 herë do të shkon në zgjedhje, nuk do të ketë më mundësi që ta bëjë qeverinë e Republikës Kosovës. Ai duhet të shojë rrugë që u jap mundësinë në bazë të kushtetutës dhe ligjit partive tjera, të cilët veç thuj se i kanë numrat për të bërë qeverinë edhe për qeverisur. Qytetarët e Republikës Kosovës e kanë ndëshku Albin Kurtin për mos punë, për mos sukses, dhe tani na jemi të gatshëm në shku në zgjedhje sepse jemi të bindur që qytetarët e Republikës Kosovës nuk do të tolerojnë edhe në tutje një njeri i cili rrit çmimin e rrymës për shqiptar dhe jo për serbët në veri, një njeri i cili rrit çmimin e bukës e në anën tjetër ka proklamuar që do të ketë zbritje me anën e tij në pushtet, një njeri i cili e ka boshatisë Kosovën sot, qytetarët e Republikës Kosovës nuk e shohin perspektive në Kosovë, ndjen pasigurt për me jetu në Kosovë, sepse institucionet i ka kap një njeri që ka emrin Albin Kurti. Pra sipas jush më lehtë mund të shkojmë në zgjedhje se sa të ketë një zgjidhje të këtij ngërshi politik që është krijuar. Unë mendoj që njeri i cili nuk ka bërë asgjë për Kosovën, as në kohë lufte, as në kohë paqe, nuk u dën që ta katapultoj Kosovën në këtë pozicion që në është sot. Ai duhet që të vazhdoj hap rrugë partive tjera për ta bërë qeverinë, po edhe nëse shkojmë në zgjedhje, Partia Demokratike është e gatshëm dhe besoj shumë se qytetarët e Republikës Kosovës janë gati për t'i dhënë secilit atë që meriton.
Edhe diçka, ajda të lutem, po më intereson sa i përket letrës. Pse mendon që Kurti e ka nënvizuar PDK-n? Me çfarë qëllimi e ka përdorur, do të thotë që nuk dëshiron koalicion me PDK-n në këtë letër që i dërgon LDK-s? Në ta thash, fillimisht Partia Demokratike nuk ka asnjë interes që të bëjë koalicion me lëvizje me vendosje. Arsyeja pse ai e nënvizon është sepse i frigohet Partisë Demokratike të Kosovës. Me Partinë Demokratike të Kosovës nuk ka hajgare. Ndërkohë, zonja Muslive dhe një pyetje të fundit, tha që ai ka tentuar gati se me gjitha partit po tenton që të bëjë kështu një koalicion, më herët e pam që u diskutu shumë edhe me nismën. Pse dështoj? Pse dështoj, nuk shkoj tutje kjo marrëveshje, kjo tentim. Ai ka më vazhdu me dërgu letra, po ai nuk ka lënë vend se asnjë parti politike shqiptare që të bëjë koalicion me ta. Sepse ju e dini çka ka deklaru në vazhdimsi, sot si mund të bëjë koalicion me partitë politike të cilat deri sot i ka nënvlerësu dhe është mundu të poshtrojë. Nuk kalon asnjë mundësi politike për të ullë dhe me bisedu serios për konstituimin e institucioneve të shtetit. Po, ju thatë që këto janë qëndrimet tuaja politike, po mbase partia mund të ndroj qëndrime. Çka nëse nesër... Të lutem, vetëm pak mos ta devijojnë ambisjeve. Partia Demokratike ka bërë tashmë të qartë që nuk ka koalicion me vendosje. Desha t'ju pësë çka nëse nesër dërgohet një letër nga Kurti në PDK. Partia Demokratike e ka të qartë qëndrimin tim. Nuk ndronë asë në mënyrë. Asë nesër, unë nuk e vëtë një koalicion i cili është me lëvizje vendosje.